Dhe kaloj fjalën tani zotëri Gjon Staka, që është kryetari i Unionit Kombëtar Dega në Gjermani. Të nderuar drejtues të blogit Euroatlantik Shqiptar, të nderuar zotja Saranda Hyseni, sekretare përgjithshme e blogit Euroatlantik Shqiptar dhe kryetare e shoqatës shqiptare Papa Klementi. Të nderuar pjesëmarrës, ju përshëndes gjithëve dhe ju falenderoj për ftesën që më keni bërë. Unë jam Gjon Staka, kryetari i Unionit Kombëtar të Emigracionit Shqiptar Dega Gjermani dhe korespondent të gazetës Zëri i Emigrantit. Po punoj me të gjitha mundësitë tona për të qëndruar sa më afër me hallet e emigrantëve shqiptar dhe për të ardhur në ndihmë sa të jetë e mundur bernakotnizave ligjore të shtetit ku jetojmë. Me lejoni të përshëndes themeluesin e Unionit Kombëtar të Emigracionit Shqiptar, zotin Hidër Busi, dhe në veçanti kryetarin e Unionit Kombëtar të Emigracionit për prefekturën e Lezhës, zotin Arbër Lezha, që me vullnetin e tij të zjarrt dhe me zemër të madhe patriotike po ngren çdo ditë më lart vlerat e Unionit dhe të kombëtorit. Duhet të simsoj se ndërgimi i shqiptarëve drejt perëndimit ka filluar që në fundi i shekullit 13, por këta bashkëdhëtar kanë ruajtur gjuhën, kulturën dhe identitetin e origjinës. Personazhi për të cilin do flasim sot është Papa Klementi XI Albani. Vlerat e tij nuk mund shpalosen në pak minuta, sepse ai, gjatë mandatit të tij, duke u përballur me vështirësitë e shumta të asaj kohe, vazhdoi veprimtarinë e tij të panërprerë në dobinë të dhëut të barkët vet. Papa Klementi vjen nga një familje të shkurtër me origjinë shqiptare, me baba Karlo Albani dhe nëna Elena, që i përkiste familjes së Markezëve të Pesaros, me origjinë lombarde nga Bergamo. Familja Papa Klementi XI ishte pjesë e luftëtarëve të Skënderbeut, por pas pushtimit turk u vendosën në Urbino Italika. Emri i familjes në Shqipëri ishte Laçi, por kur ka shkuar në Urbine, mbi emrin kishin Albani. Papa Klementi lindi me 23 korrik 1649, ai ishte peshkopi 223 i Romës dhe papa i kishës katolike nga 1700 deri 1721. Kreu detyrën e shenjtë për 20 vjet e 4 muaj. Ai ishte paraardhësi i Papa Inocentit të XII. Në vitin 1668 në Urbino mori titullin doktor. Pastaj në vitin 1689-1691 ishte këshilltar i Aleksandrit të Tetë. Nga vitin 1691 deri në vitin 1700 ishte këshilltar i Inocentit XII. Ka hartuar fjalorin italisht-shqip në vitin 1702. Ka organizuar kuvenin e Arbërit me 200 burra nga gjithë Shqipëria dhe vendimet që dolën nga ky kuvent u votuan në gjuhën latine në vitin 1703 dhe pas 3 vitesh edhe në gjuhën shqipe. Në vitin 1711 hapi katedrën e gjuhës shqipe në manastirin e San Pietros në Rom. Në vitin 1716 ka botuar gramatikën e gjuhës shqipe. Ai u nda nga jeta në 19 mars 1721, por veprat e tij kanë një vlerë të madhe për kombin ton dhe do të mbeten si shembull frymëzimi për brezat e ardhshëm. Respekte për figurën e tij. Faleminderit.